Le ta nisim me një pyetje. Nëse duhet të zgjidhni të sportin tuaj të preferuar, cili duhet të ishte? Basketbolli, futbolli, tenisi apo ciklizmi dhe ecja në natyrë? Sot, sporti është bërë një mënyrë jetese për më shumë kinezë. Çdo mëngjes dhe mbrëmje, njerëzit që vrapojnë në parqe të apasionuarit pas sporteve në fushat sportive dhe ata që stërviten në palestra u japin qyteteve energji dhe gjallëri. Ndërsa çdo vit det kushti dita kombëtare e fitnessit në Kinë e kthen sportin në një temë të përbashkët për të gjithë. Sot nuk duam të flasim vetëm për sportin, por edhe për ekonominë e konsumit sportiv që po zhvillohet me shpejtësi pas tij. Vitet e fundit të konsumit sportiv në Kinë ka ardhur duke u rritur nga atletet profesionale të vrapimit dhe bicikletat deri tek pajisjet inteligjente, si orët sportive dhe kamerat e aksionit. Nga anëtarësimi në palestra dhe trajnimet sportive, deri tek provojat si maratonat, garat e ciklizmit, gjithnjë e më shumë njerëz janë të gatshëm të investojnë në një mënyrë jetese më të shëndetshme. Sporti po shndrohet nga një pasion vigjak në një forcë të re që nxit konsumin. Në të njëjtën kohë, shumë qytete po përmirësojnë vazhdimisht shërbimet publike për fitnesin e të gjithëve. Më shumë parqe të vogla qëndra fitnesi në lagje, rrugina urbane për ecje e vrapim, si edhe mjedise sportive inteligjente po hapen për publikum, duke e shtuar mundësinë për të ushtruar aktivitet fizik dhe duke e bërë atë më cilësor. Disa qytete po ndothurin gjithashtu sportin me aktivitetet turistike e kulturore, duke bërë që një ndeshje apo garë të sjellë më shumë vëmendje te këto qytete, dhe duke e kthyer sportin në një motor të ri për konsumin dhe zhvillimin ekonomik. Nga pyetja, a ka vend për të filluar stërvitjen? E si të ushtrohemi në mënyrë më profesionale dhe më argëtuese? Deri te zhvillimi i formateve të reja, si sport plus turizëm, sport plus kulturor dhe sport plus teknologji, industria sportive e Kinës po çliron më shumë potencial. Sporti nuk ndryshon vetëm gjendjen fizike të njerëzve, por edhe mënyra e tyre të jetesës dhe koncepti e konsumit. Me përhapje e modeshme të konceptit të fitnessit për të gjithë, shumë njerëz po shijojnë shëndetin, gëzimin dhe ndërveprimin shoqëror që sjell sporti. Në të njëjtën kohë, konsumi sportiv po bëhet një pikë e re rritjeje në tregun e konsumit të Kinës. Dhe në fund, po ju sërish një pyetje. Të verë, cili është sporti juaj i preferuar? A ju ka bërë ndonjë sport të nisni një mënyrë të re jetese? Na shprehni mendimin tuaj tek komentet.